KBP 03 ka pas me lujt ndeshjen e Eurokupit të femrave, si vendas, nuk mundet me lujt. Është dashur më marrë vesh me ekipin tjetër, e cili ka pas me udhëtu këtu, mi ja pagu të gjitha shpenzimet, biletat që i ka shpenzu deri tash për mi andru ato bileta për një datë tjetër, edhe tash P03 shkon në luna atje si mysafir sepse s'mundet me lujt në Kosovë. Në bazë burimeve të mia edhe bashkimit i duhet me bë parafërsisht njëjtën gjë me Cibonën. E njëjta gjë do të ndodhet edhe me bashkimin me Cibonën, bile jemi shumë të lumtur, do të thotë un kam qenë në kontakt me klubin e bashkimit, do të jemi shumë të lumtur që kemi rri me bin Cibonën me bokën ndryshe. Sepse klubet tona do të ne po tregojmë fleksibilitet, por këtë fleksibilitet nuk do të thotë që ta tregojnë secili klub, se atje për me blloku palestrën Dražen Petrović për një datë caktuar mundet veç me qenë e në zonë. Kështu që do thotë edhe bashkimi me 15-in e ka pas ndeshjen në Prizren, nuk ka me lujt në Prizren, por ka me lujt në Zagreb. Fatmirësisht kemi pas në dy raste kemi pas marrëveshje edhe mirëkuptim mes klubeve. Po, çka ndodh me gjithçka tjetër? Do të thonë ne si komunitet do të nëse i marrim veç shifrat e vitit të kaluar, si vjet po besoj që kemi me të kaluar këto shifra. Ne kemi minimumi të themi mes si komuniteti i basketbollit, veç Superliga dhe federata, bashkërisht i shpenzon një 7 milion në vjet. Okej? Tash llogaritë çka ndodh nëse na duhet mi ashty garat ekipeve tona për 3 javë. Ato do të thotë gjitha kontratat i kanë për 9 deri në 10 muaj. Nëse ashtojmë edhe 3 javë, na secilit për klubeve tona kemi mjaftuar një 10% të kostos, ashtu është. Heki këtu tash edhe biletat e aeroplanit të cilat klubet tona i blejnë parakisht për të marrë çmime më të mira e tjera. Shtoja këtu dhe kostot e akomodimit edhe të ushqimit këtu në njerëz. Kështu që ne kemi qenë të detyruar me bë një prerje dikun për shkak të një imponimi i cili na ka bërë prej lart për autoriteteve tona. Edhe kur e kemi marrë kalendarin e garave me këshyr, nuk ka hapësirë. I kemi 4 ekipe të cilat 3 ekipet të cilat marrin pjesë në garat FIBA-s, një tek femrat dhe 2 tek meshkujt, edhe 2 ekipet Superligës që e luajnë ligën e NBL, që është ligë evropiane gjithashtu. Ne nuk kemi hapësirë me vendos në mesjavë më ndeshje për me mujt me rikuperu këto xhirot, na 2 xhirove që humbëm. Xhiron e dytë dhe tretë, ne është dashur me zhvillu të dytën sot e nesër, të tretën të shtunën e dielën. Kështu që ne këto 2 xhirove që humbëm, jemi duke u frikuar që kemi me humb edhe xhiron e ballotazhit. Sërish, s'pa kunja. Kështu që ne nuk kemi më hapësirë. Do thotë nuk është një harmonike e cila mund të tërhiqet pafund atje. Nuk kemi hapësirë me vendos të gjitha ndeshjet pa i dëmtu klubet tona deri në atë masë e cila më nuk është racionale.